Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim sot inshallah të playlistës mbi shpjegimin e haditheve profetike. Kemi marrë në shqyrtim koleksionin e Sheikh Salih ibn Ahmed al-Shami me titull Ma'alimus Sunna an-Nabawiyya, që kemi përkthyer në shqip gjurmët e traditës profetike. Dhe këtë libër po e shoqërojmë me tefsir, domethënë me shpjegim tek e tek për çdo hadith të saktë, të cilin ka përfshirë autori në këtë koleksion. Dhe këto komente bazohen tek komentet e koleksioneve më të hershme, kryesisht atyre të sakta, siç është Buhariu dhe Muslimi, dhe koleksioneve të tjera, por duke i përzgjedhur hadithet e sakta që ka përzgjedhur autori në këtë libër. Pra, kemi marrë si referencë më shumë se sa një libër për këtë lloj lënde. Dhe kjo ka një rëndësi të veçantë, të cilës edhe në kanal, edhe praktikisht në përditshmëri do t'i japim një rëndësi të veçantë. Për shembull, aktualisht në xhaminë e Lushnjës zhvillojmë një lëndë të përditshme mbi Kur'anin, duke kombinuar tefsir, pra leximin dhe komentimin e tefsirit të Ibn Kathirit, së bashku me memorizimin e Kur'anit, pra hifzin nga ana e studentëve. Të njëjtën gjë pretendojmë të bëjmë në të ardhmen inshallah me këtë koleksion hadithësh, pra të mësojnë përmendesh nxënësit hadithet e sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dallimi është që këto janë tre vëllime me përmasa secili për afërsisht sa Kurani, që do thotë që do të dojë një kohë më të gjatë për t'u memorizuar, dhe është e mira që këto të shoqërohen me koment, ashtu siç po e shoqërojmë Kuranin me koment, që të na zgjerohet horizonti dhe të përfitojmë sa më shumë dituri, duke pasur parasysh që kuptimi i fesë është më i rëndësishëm se sa memorizimi i gjërave, dhe zbatimi i saj po ashtu. Por pa e lënë më njanës pjesën e memorizimit, pra duke i vënë të dyave një rëndësi të madhe. Dhe duke qenë se tefsiri Ibn Kathirit ndodhet në gjuhën shqipe i përkthyer prej kohësh, këtë material domethënë e kemi pasur të gatshëm dhe thjesht e studiojmë dhe e lexojmë për nxënësit. Ndërsa për sa i përket këtyre haditheve, as këto vetë dhe as komentin e tyre nuk e kemi në shqip, meqense se kemi do përpiqemi ta sjellim ne, duke përpiluar këtë lëndë që po përkthejmë në këtë seri. Aktualisht jemi akoma te hyrja e lëndës dhe te pjesa e sotshme do të trajtojmë atë që e ka titulluar autori, pra autori i koleksionit, El-Mabhathu Thani Hadha al-Kitab. Sot kapitulli 2, ndonse ne hyrjen e mëparshme kemi ndarë në dy pjesë, kështu që kjo i bie tjetë videoja e tretë në playlistën tonë, por autori këtë e ka quajtur kapitulli 2 dhe i quajnë ky libër, pra jep informacione mbi librin. Dhe thot: إن الهدف الذي يقصد إليه هذا الكتاب هو إيجاد مرجع لكل مسلم أيا كانت ثقافته يرجع إليه للوقوف على الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح له ما يهمه في كل شؤونه دينية كانت أم دنيوية. Thot qëllimi i synuar nga ky libër është krijimi i një reference për çdo musliman, cila do qoftë kultura e tij, që mund t'i kthehet për t'u njohur me hadithet e nderuara profetike, të cilat ia sqarojnë atij gjithçka që ka rëndësi në çështjet e tij, qofshin ato fetare apo jetësore, pra të jetës së dunjas. Wa yu'tabaru amran akhar إيجاد كتاب يحوي مجمل السنة بحيث يلم قارئه بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في كل شأن دونه كتب السنة المطهرة. Një synim tjetër është krijimi i një libri që përmbledh të gjithë sunetin, pra traditën profetike, në mënyrë që lexuesi të njihet me fjalët dhe veprat e profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo çështje, pa pasur nevojë të kthehet te librat e tjerë të sunetit të pastër. وللوصول إلى هذا الهدف كان لا بد من الأمور التالية. Dhe për të arritur këtë qëllim, ishte e nevojshme të përmbusheshin pikat e mëposhtme. جمع مادة الكتاب
E para, mbledhja e materialit të librit. رأينا كيف أن أحاديث الكتب الأربعة عشر قد أصبحت مجموعة ومرتبة ومحذوفا مكررها. Pam se si hadithet e 14 librave, pra koleksionit kryesore e referencë prej dietarëve të vjetër, u grumbulluan, u sistemuan dhe u pastruan nga përsëritjet. فبعد أن كانت 11,949 حديثا ومجموعها في هذا المشروع بعد حذف المكرر هو 2843 حديثا. Kështu nga 11.949 hadithe që përmbanin fillimisht në këtë projekt, pasi u hoqën përsëritjet, numri përfundimtar u bë 2843 haditha. ولكن هذا الجمع جاء موزعا على 6 كتب هي الجامع بين الصحيحين وما تلاه من كتب الزوائد التي بلغ مجموع أجزائها 22 جزءا. Por kjo përmbledhje u shpërnda në 6 libra që janë përmbledhja midis 2 sahihëve dhe librat që e pasojnë atë nga literaturat e Zawaidit, pra pjesëve shtesë që emërtohen këto në arabisht, pjesët e së cilave arrin në gjithsej 22 pjesë. وإذا كان هذا الأمر أصبح ميسرا على طالب العلم إذا أراد بحثا أو يرجو إليه في هذه الكتب ذات الترتيب الواحد فإن ذلك غير متصور من غيره لذا كان من المستحسن جمع مادة هذه الكتب في كتاب واحد. Në këtë mënyrë, çështja është bërë më e lehtë për studentin e dijes nëse dëshiron të kërkojë një temë apo të kthehemi te këto libra, të cilat kanë të njëjtën renditje, sepse një gjë e tillë nuk është e mundur nga librat e tjerë. Prandaj është e pëlqyeshme që lënda e këtyre librave të mblidhet në një libër të vetëm. Më pas thot autori, ikhtiyarul ahadith al-murad wad'uha fi hadha al-kitab. Pra pika numër 2, përzgjedhja e haditheve që synohet të vendosen në këtë libër. بعد جمع الأحاديث من هذه الكتب سنجد أنفسنا أمام أحاديث كثيرة يمكن استثناء بعضها بسبب التكرار أو غيره. Pasi ti mbledhim hadithet nga këto libra, do ta gjejmë veten përballë shumë haditheve, prej së cilave disa mund të përjashtohen për shkak të përsëritjes ose për arsye të tjera. إذا كان لا بد من خطة يتم الانتقاء على أساسها. Prandaj është e domosdoshme që të ketë një plan mbi të cilin të bëhet përzgjedhja. وإن وضوح الغاية وتحديد المقصد المفصل يساعد على الاختيار كما يساعد على اختصار الزمن والإفادة من الوقت. Qartësia e synimit dhe përcaktimi i qëllimit të detajuar e ndihmon përzgjedhjen, ashtu siç ndihmon edhe në kursimin e kohës dhe përfitimin më të mirë prej saj. وبعد النظر وجدت أن الأحاديث المطلوب اختيارها من كل باب ينبغي أن تلي مطلبين. Pas shqyrtimit, arrita në përfundimin se hadithet e kërkuara për të përzgjedhur nga çdo kapitull duhet të plotësojnë 2 kërkesa. الأول أن تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب محل البحث. Pra e para të përmbajnë të gjitha dispozitat që gjenden në kapitullin përkatës. الثاني أن تشمل على كل المعاني الواردة فيه كذلك. E dyta të përfshin edhe të gjitha kuptimet që përmenden në të. وأما الطريقة التي يمكن تحقيق ذلك من خلالها فهي فتح هذه الكتب الستة التي حوت الكتب ال14. Ndërsa mënyra për të realizuar këtë është që të hapen këta 6 libra,
të cilët përmbledhin 14 librat. فمن الباب الأول مثالا وبعد دراسة الأحاديث الواردة في هذا الباب في الكتب الستة نختار المهم منها أي الذي تضمن جميع الأحكام والمعاني الموجودة في أحاديث الباب. Për shembull, nga kapitulli I parë, pasi studiohen hadithet e përmendura në këtë kapitull në 6 librat, zgjidhen ato që janë më të rëndësishmet, domethënë ato që përmbajnë të gjitha dispozitat dhe kuptimet e gjendura në hadithet e atij kapitulli. وبأعمال هذين الضابطين نستطيع حذف كثير من الأحاديث المكررة أو التي تتطابق في المعنى أو تتقارب. Duke zbatuar këto dy rregulla, ne mund të heqim shumë prej haditheve të përsëritura, ose atyre që përputhen në kuptim ose janë të afërta me njëri tjetrin. وهنا قد يسأل بعضهم من أين جاء التكرار وقد سبق الحديث عن حذفها. Këtu mund të pyes dikush nga erdhi përsëritja, kur është folur tashmë për heqjen e tyre. Pra është përmendur më herët heqja e haditheve të përsëritura. Ndërkohë këtu bëhet fjalë për një lloj përsëritje tjetër. والجواب على هذا السؤال نقول الأحاديث المكررة هنا هي غير الأحاديث التي سبق حذفها في المشروع الأول. Për t'u përgjigjur kësaj pyetje them, hadithet e përsëritura këtu janë të ndryshme nga hadithet që janë hequr më herët në projektin e parë. فالأحاديث المحذوفة سابقا هي المكررة اصطلاحا والأحاديث المراد حذفها هنا هي المكررة فعلا. Hadithet e hequra më herët janë ato që konsiderohen të përsëritura sipas terminologjisë, kurse hadithet që synohen të hiqen këtu pikërisht ato janë të përsëritura realisht. ويحسن بي أن أوضح ذلك بمثال إن الحديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة مروي عن أبي هريرة في المشروع السابق 3 مرات عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد رحمهم الله جميعا. Dhe është mirë që ta shpjegoj këtë me një shembull. Hadithi ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot lufta është mashtrim, është përcjell nga Ebu Hurajra në projektin e mëparshëm 3 herë, te Buhariu, te Muslimi dhe tek Ahmedi, Allahu i mëshiroft të gjithë. فهذا مكرر اصطلاحا لأنه ورد عن الصحابي نفسه 3 مرات فاكتفيت بذكره مرة واحدة. Kjo quhet përsëritje sipas terminologjisë, sepse është transmetuar nga njëjti sahabi 3 herë, pra nga Ebu Hurajra, prandaj jam mjaftuar duke përmendur vetëm një herë. Pra e ka përmendur Ebu Hurajra, po e kanë shënuar këtë 3 koleksionues të ndryshëm, Buhariu, Muslimi dhe Ahmedi. Autori përmend një herë të vetme. Dhe kjo quhet eliminim i përsëritjes sipas terminologjisë, por përsëritja reale quhet diçka tjetër. ولكن هذا الحديث نفسه الحرب خدعة رواه صحابة آخرون غير أبي هريرة مثل عبد الله ابن عباس وابن عمرو وأنس ابن مالك وعائشة رضي الله عنهم. Por vetë ky hadith, lufta është mashtrim, është transmetuar edhe nga sahabë të tjerë përveç Ebu Hurajras, si për shembull nga Abdullah ibn Abbasi, ibn Amr, pra Abdullah ibn Amr ibn al-As, Anas ibn Malik dhe Aisha, pra vajza e Ebu Bekrit dhe bashkëshortja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. Wa riwayatuhum la tu'addu mukarraratan li ikhtilafi as-sahabi. Transmetimet e tyre nuk konsiderohen të përsëritura për shkak se ndryshon sahabiu që e transmeton. Pra nga aspekti terminologjik në lëndën e hadithit, këto quhen hadithet të veçanta dhe jo i njëjti hadith. Nuk quhet përsëritje të njëjtit hadith kur e transmeton një sahabi tjetër. Për shembull, dhe pse hadithi thot të njëjtën fjali el harbu khud'a, lufta është mashtrim, quhet hadith tjetër kur këtë fjali e transmeton Ebu Hurajra, hadith tjetër kur e transmeton Ibn Amri, hadith tjetër kur e transmeton Anas ibn Malik dhe hadith tjetër kur e transmeton Aisha.
Pra 4 hadithe të ndryshme sipas terminologjisë në këtë lëndë. Dhe secili prej këtyre mund të shënohet në disa koleksione, mund të ndodhi dhe që të shënohet në të gjitha koleksionet së bashku. Tani autori ka shkurtuar aq shumë punën, e ka përmbledhur aq shumë saqë të gjitha këto së bashku i ka fshirë, pra ka fshirë çdo lloj përsëritje dhe ka lënë të përmendur vetëm një herë. Pra ka eliminuar dhe përsëritjen reale, që e quajmë ne domethënë jo nga aspekti i terminologjisë, dhe përsëritjen nga aspekti i terminologjisë. Kjo ka bërë domethënë që të zvoglohet volumi i madh i materialit dhe të vi ky koleksion në duart tona që po përpiqemi ta kemi referencë. Fa hadithu Jabirin laysa tikraran li hadith Abi Huraira wala hadith Ibn Abbas, falikulli wahidin minhum sanadun qa'imun bi dhatihi. Kështu hadithi i Jabirit nuk është përsëritje e hadithit të Abu Hurairës dhe as i Ibn Abbasit, pasi secili prej tyre ka zinxhirin e vet të transmetimit. Wa fi hadha al-kitab sa'aktafi bi dhikri asli al-hadith wa amthalihi marratan wahida illa idha iqtada dhikru al-masalik. Në këtë libër, thot autori, unë do të mjaftohem duke përmendur vetëm thelbin e hadithit dhe shembuj të ngjashëm me të vetëm një herë, përveç rasteve kur kërkohet përmendja rrugëve të ndryshme të transmetimit. Wa kadhalika al-ahadithu allati tataqarab fil madmun aw tatatabaq fa inni aqtafi bi dhikri ahadiha wa hadha yusa'idu kathiran fi takhfif al-'ib 'anil qari' wa tasghir hajm al-kitab. Ashtu edhe hadithet të cilat afrohen në përmbajtje ose përputhen, unë mjaftohem duke përmendur vetëm njërin prej tyre, dhe kjo ndihmon shumë në lehtësimin e barrës për lexuesin dhe në zvoglimin e madhësisë së librit. Wa qad athbattu hadhihi at-tariqa kullaha fataqallasa adadu al-ahadith min 28,430 ليصبح 3,921 وهو عدد أحاديث هذا الكتاب. Sot dhe duke zbatuar këtë metodë tërësisht, numri haditheve të sakta u paksua nga 28,430 në 3,921, që është numri haditheve të këtij libri. Pra ky është numri përfundimtar i haditheve të cilët ne pretendojmë që do të studiojmë dhe memorizojmë në të ardhmen si pjesë e njohjes së traditës profetike mbasi të kalojë faza e Kuranit. Dhe mendojmë që kjo lloj metodologjie do të mund të aplikohet nëse do të jetë e suksesshme si model, do të mund të aplikohet edhe në vende të tjera, duke u përdorur si metodë mësimdhënie edhe nga afër dhe nga larg, domethënë edhe në xhami edhe online. Dhe lutim Allahun që të na japi sukses në këtë gjë, duke qenë se ky libër dhe kjo lëndë ka një rëndësi të veçantë, po dhe një lloj procesi të veçantë për të realizuar. Këtë gjë inshallah do të përpiqem ta marr përsipër personalisht deri nga fillimi dhe deri në fund të lëndës, ndërkohë që siç kemi deklaruar edhe më herët, në lëndët e tjera e kemi nisur punën me përkthimin e secilës prej tyre, por gradualisht shumicën e tyre do t'ja delegojmë kolegëve të tjerë, të cilët janë edhe më specialistë dhe më të zotët për të marrë me atë punë. Dhe kjo do të ndodhi me zgjerimin gradual të stafit që pretendojmë të bëjmë në të ardhmen inshallah. Jemi akoma në pritje të aprovimit të regjistrimit të shoqatës që do të jetë në funksion të projektit të librave. Nga momenti që do të na vi ky aprovim inshallah, do përpiqemi që ritmin e të gjitha proceseve të projektit të rrisim në një rritje shumë më të shpejtë sesa kjo konstante që po mbajmë për momentin. Dhe lutim Allahun na ndihmojë dhe ta bëjë të dobishme këtë punë, dhe të na ruajë nga çdo gjë e keqe, të na falë gabimet, na përmirësoj, na udhëzoj. Dhe inshallah të jeti kënaqur me ne në ditën kur do të takojmë atë dhe dalim faqebardh. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.